Paketa fiskale dhe buxheti 2014 është kritikuar ashpër nga shoqata e bashkive. Sekretari i bashkisë më të madhe në vend, por edhe drejtuesi i shoqatës, Lulzim Basha, tha se në këtë mënyrë është gjymtuar autonomia vendore. Arsyet është se bashkitë e komunat janë në një terr të plotë informativ në lidhje me këtë paketë dhe qeveria nuk është konsultuar më parë as me njësitë vendore dhe as me grupet e interesit. Pushteti vendor është në terr informativ për sa i përket njohjes në rrugë institucionale të projekt buxhetit. Janë shmangur dhe shpërfillur të gjitha grupet e interesit në vend. Ky buxhet as fikson totalisht përpjekjen tonë për të shërbyer në radh parë qytetarëve tanë dhe na heq mundësinë për të garantuar shërbime publike të vlefshme. Duke i referuar njësër komunash e bashkish ku ka nisur punimet në infrastrukturë dhe shkurtimi i fondeve përkthehet në mos shërbim ndaj qytetarëve qoftë edhe ndaj projekteve madhore. Fondi në këtë rast, tha Basha, në total është 33 miliard lek, që sipas tij do të sjellë më tepër varfëri. Buxheti vendor thot për vitin 2014 është 33 miliard lek. Por në fakt ka futur brenda, ka fshehur brenda edhe Fondi Shqiptar të Zhvillimit, çka nuk ka qenë e llogaritur dhe nuk mund të konsiderohet si fond lokal. Ky është një mashtrim i pastër që bëhet edhe për fondet e donatorëve prestigjos, siç janë banka botërore, dhe që keq përdoren në këtë mënyrë apo i hapet rruga keq përdorjes nga ky buxhet. Por tre arsye madhore të paraqitura edhe në progres raport të Bashkimit Evropian në tetor të këtij viti, shoqata e bashkive kundërshton këtë paketë. Së pari nuk ka më decentralizim, por centralizim, nuk ka më konsultim, por zero transparencë, nuk ndodh me bashkëpunim mes qeverisë vendore dhe asaj lokale. Basha argumentoi se me këto reforma qytetarët do të kenë më pak projekte për të përmirësuar jetesën e tyre, si rrugë, ujësjellës apo politika sociale për njerëzit në nevojë.